Ngjarja e tretë, e cila është përmend Kur'ani Kerim në kaptinën e fil, kaptinën e elefantit, dhe kjo është historia e elefantit, që siç thot Ibn Qayyimi, e para herë në histori ndodh ku Allahu Azza wa Jall politeistët mushrikët i ndihmon kundra idhtarëve të librit. Pra idhtarët e librit, krishterët dhe xifutët, janë më afër se besojnë librave që Allahut, ndërsa politeistët nuk besojnë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jall tregon në Kur'anin Kerim se Allahu i ka ndihmuar romakët kundra persianëve, se persianët i dhujtar, zjarpucë, ndërsa romakët i dhujtar të librit, krishterë. Dhe Allahu Azza wa Jall këtë rast kur e përmend Kur'an tregon se atë ditë do të gëzohen besimtarët. Edhe pse ka khilaf mes mufesirëve, që disa prej atyre thonë atë ditë do të gëzohen besimtarët, e ka për qëllim dhe kjo ka ndodhur një mrekulli, se atë ditë ka ndodhur dhe lufta e Bedrit. Për atë ditë janë gëzuar besimtarët. Gëzimi i parë ka qenë për gëzimi që Allahu Azza wa Jall ka përgëzuar besimtarët. Se disa përfuqi që kanë mbijetuar në atë kohë, idhtarët e librit do të ngadhnjejnë kundra me gjuzve. Dhe gëzimi i dytë është për shkak se muslimanë kanë ngadhnjejë luftën e Bedrit. Sidoqoftë, ngjarjen për të cilën ne po flasim që ka ndodhur si mrekulli dhe nder për pejgamberin Allahut, thot Ibn Qayyimi, nuk ka ndodhur në histori që Allahu Azza wa Jall të ndihmon idhujtar politeistat kundra idhtarëve të librit. E para herë ka ndodhur një çështje jashtëzakonshme, jo e rregullt, për shkak lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nana e pejgamberit Allahut Aminja ishte shadzone në atë kohë. Dhe sikur që të ishte pushtu qabja, të ishte rënu qabja, do të roboroshin me kasit. Nana pejgamberit Allahut do të robronte, Allahu se kalon që pejgamberi Allahut të lindi robëruar. Po Allahu Azza wa Jall mrekulli për pejgamberin Allahut, për qabën dhe për nder të pejgamberit Allahut që ka me lind, që thuhet se 55 ditë pas tentimit të rënimit qabës ka lind pejgamberi Allahut. Për atë kur e lexojmë biografinë dhe historinë e pejgamberit Allahut, kur ka lind pejgamberi Allahut, ka thonë në vitin e elefantit. Për çka se atëherë nuk i kanë regjistruar në cilin muaj. Për atë ka 20 mendimet e dietarëve se në cilin muaj ka lind pejgamberi Allahut. Edhe pse mendimet më të shumta janë që në Rabiul Awwal dhe në Ramazan. Për çka se Allahu Azza wa Jall në moshën 40 vjeçar, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka graduar me pejgamberllëk, e nëse kishte lind në një muaj tjetër në Ramazan nuk u gradoke, po u gradoke në atë vit, në atë muaj të cilin ka lind pejgamberi Allahut. Mirëbanimi i shumicës e dietarëve thonë është në Rabiul Awwal, që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se pejgamberi Allahut ku ka lind si një forshë jo i zakon. Domethënë ka lind një forshë i zakonshëm, jo i veçantë, bile. Asnjëherë nuk është mendu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka më shpall pejgamber. Që do të flasim në dersin e ardhshëm, ku Allahu Azza wa Jalla përmend këtë Kur'an. Se kanë mendu se mund të jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Për ata Hisham ibn al-Hakim të Abu Jali dhe kene fisi Beni Khuzejme, me fisin Abdul Menaf, me fisin Beni Hashim, garojshmi, cëllën është më i mirë, deri sa u barazum në me ta, dollën ato në thanë prej neve kërë pejgamber. Për ata tha kur nuk do të besojmë atë deri sa të në vene dhe neve pejgamber. Arsye e Abu Jalit përse për armënoj pejgamberin, për çka se thonte ne fisi Beni Hashim, se që dhe kemi bon këtë dhe na e bashmi këtë, ato këtë dhe na këtë. Kur tha na kemi pejgamber, ne s'kishmi pejgamber. Për atë Velid ibn Mughira i thonë të pejgamberit Allahut të unë jam ma parsor që jem pejgamber, se jam ma i moshuar se ti. Mirë për Allahu Azza wa Jalla përzgjedh atë që donë. Pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bëhet tentativa për ta shenjë Ka'bën. Ai i cili e mori këtë iniciativë ishte Abraha.
Kush është Ebraha? Ebraha ishte me fe krishterë, i cili ishte administratori etiopian. Për etiopian të patën pushtu Jemenin. Dhe Ebraha ishte administratori të tyre. Dhe Ebraha e ndërrojnë ke që të amaron një kishë të madhe, që njerëzit shkojnë të vizitojnë këtë kishë dhe të praktisin qabën. Mirë, po nuk gjenë të arsye. Cilët janë arsye që të shenë me qabën. Deri sa një ditë për ditëve, një Arab kur ndëgjon se Ebraha e ka këtë qëllim, dhe shkojnë dhe përlin me papastërti kishën e tij. Dhe Ebraha e përgatit një ushtri të madhe dhe thuhet se pjesëmarrës në këtë ushtri ka qenë afërsisht 60.000 ushtarë. Në mesin e ushtrisë ka pas dhe elefanta. Numri elefanta ka qenë dhe pej 9 deri 13 elefanta. Për këtë arsye dhe ka marrë emrin ushtria e elefantëve. Dhe niset për të shenë qabën. Rezistojnë disa fisë arabe s'mujnë të rezistojnë ushtrijës e tij derisa të mërrinje në Taif. Në Taif deli pari atynve dhe thot na jena me ti. Bile, kjo tradhtia më e madhe që bëhet, thot na po ta japim njeri më i aftë që tregon se ka me hitin qabë dhe me shem qabën. Këti që njeriu t'i kanë thonë Ebu Rigal. Ebu Rigal, arabët e përdori sot e kësaj dite për gjithë spionët. Kje dhe me thonë që është informuar, kja që kupton që të mëson se si me shem qabën. Mi po Ebu Rigal, para se me mërin qabë, 20 kilometra vdes. Dhe ati e vorrosin. E arabët pas në kësaj ndodhije kush kalojke e gurzojke vorën e di. Për këtë arsye munafikat, hipokritat, spionat gurzohen qish ku janë gjallë edhe pas vdekjes së tyre. Për atë arabët i thojnë Ebu Rigal është njëri i cili e tradhton popullin e vet, e tradhton kombin e vet, e tradhton fisin e vet, e tradhton fen e vet, pra i thojnë Ebu Rigal. Për çka se ki e ka tradhtu fisin e vet, e ka tradhtu zotin e vet dhe ka tentu me prish qabën. Dhe arrin ushtria, ato që kanë qenë në haqë e din, mes Muzdelives dhe Minës. Pra bash ati ku pushojnë shqiptarë. Shqiptarë ku i kanë çadrët, çati. Ka arrit ushtria e Ebrahas. Dhe ule telefonit. Dhe dërgon njerëz Ebraha në Mekë që të komunikojnë me të parin e atinve. Kush janë i parit? Kur vinë pyesin thënë Abdul Muttalib ibn Hashim. Dhe thënë Abdul Muttalibi është më i madhi për këtynve. Dhe Abdul Muttalibit ja patëm rëmbi, ja patëm morë 200 deve. Dhe thonë eja që të kontaktojsh me Ebrahan. Abdul Muttalibi ka pas pamje të frikshme, ka qenë njëri marë burri madh. Dhe kur ka hinë me xhlisin e Ebrahas, Ebraha qunë kam. Dhe aq i madh ju ka duk deri se ullë në tokë barabar me ta. Dhe ka thonë Abdul Muttalibit, urna aki do një kërkesë, na s'kena arme ju minë quë, po kena arme shem qabën. Ka thonë, po e kam një kërkesë. Cëllën kërkesa? Tha 200 deve, tha me kini rëmbi, me kini morë, me këthi. Tha Ebraha, kur të pash burri madh, tha ma mushe sinin edhe më qove mu qupi karikës teme, ama unë ka marrë me ta prish qabën, ti s'po diskuton për qabën, po diskuton për devet e tua. Abdul Muttalibi ja këthen dhe i thot, unë jam zotnia i deveve, pilipit devet e mia, a qabja e ka zotin e vetë që zoti vetë ka mi dalë zot asaj qabë. Ja jep devet këthejt e pra. Dhe i thot Abdul Muttalibi, fisit vetë me dalë në kodër mu lutë Allahut, që Allahut është për të qabë. Dhe pastaj e të tentojnë që elefantin të ngritin, mi pos ngritit elefantin. Në që antia i madhi që i kanë qujtën Mahmud. Emrin e ka pas Mahmud. Ka thonë e drejtojsh minonën e kundërt vrapojke. Kur e drejtojsh mi drejt qabës, nuk lëvizke. Atë shumë e kanë ra, deri sa e kanë për gjabë, nuk e lëviz.
derisa ndërhin Allahu Azza wa Jall, që Allahu e shpartallon ushtrinë e barahas me disa ushtar që njeriu s'ja merr mendje. As ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim, wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ushtrinë Allahut nuk e njeh vetëm Allahu. Allahu Azza wa Jall i ka dërgu disa zoj, të cilët kanë bart me vete disa gura leca nga baltë. Gura leca nga baltë. Thuhet se ka 3 gurë si cili ka pas. Një në skjep dhe di në thundrat e tjera apo në kamët e tjera. Mirë, po një gura lec a ka qenë bomba atomike për to. Kur e kanë shluën mbi to, i ka bot sëpe ka qorë. Ata të cilët dëshirosh që të shemin qabën, dhe ata që dojshin që tabat, që qabja të bot gërmi, trupat e tërve janë bon gërmi. Dhe Allahu Azza wa Jall i beret e barahan e ka bon që duke u këthi, duke hik pi qabës, të shku një men, nga tek gjdo fis e kalon ka një gisht, ka një pjesë të trupi. I ka ra trupi. Pra trupi u banke gërmin që kejtë fisët arab të morin vesh se e baraha cili të nëton të ban gërmin shtëpien Allahut, Allahu Azza wa Jall i a ban gërmi atinëve të cilët i bëjnë komplot dinit Allahut. Dhe kur arrin Jemen, e baraha thojnë kanë kishte me cikur pula pa flautra. Dhe ngordh e baraha dhe arabët fillojnë të çmojnë qabën edhe më shumë se e kanë çmu. Për këtë arsye, Allahu Azza wa Jall e përmend qabën dhe thotë ne e kena bën tokë të bekuar të sigurt. Kur thotë Allahu Azza wa Jall, a nuk janë që mori mësim, se Allahu Azza wa Jall si e ka bën qabën të mend të sigurt, asnjëherë qabja nuk është robëru. Kutsi ka rënë dorën e jo besimtarë, si që në sot. Qabja nuk kërbrohet. Për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka bo vend të sigurt. Thata nuk janë që mori mësim arabët, ku Allahu Azza wa Jall e ka bo qabën vend të sigurt, ndërsa për edhe qabët njerëz rëmbijen, plaçkiten, vriten, në qabë ishte e shenjt edhe në kohën e xhahilietit. Pra Allahu Azza wa Jall e shpartallon ushtrien e barahës dhe zbrit citatën Kur'an, ajetën Kur'an, që thotë Allahu Azza wa Jall i drejtohet Kurejshve, që ja përmen këtë begati të veçan që Allahu i veçoj ato, thotë, elem tara kejfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil, a nuk i jeni ku ju ka e shifnë, se qëfar Allahu boni me pronar telefontëve, elem tara kejfe fa'ale rabbuke bi ashabil fil, elem yaj'al kejdehum fi të dhalil. A nuk kanë që kurthat e tyre Allahu ja shpartalloj? Ka thonë Fakhruddin Ar-Razi. Qëfar kurthe kanë pas Ebraha? Ato i kanë pas të shpalose, se kurthi thuhet ajo që i bon në tavolin. Në tavolin e mshefte Ebraha ka qenën se Ebraha i ka urrejt arabët. Ebraha i ka urrejt arabët. Si ka mundësi që arabët të gëzojnë autoritet, të posedojnë shtëpi që vizitohet nga gjithë njerëzit, ndërsa ne mos ta kena atë. Allahu Azza wa Jall thotë, "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil." Dhe ne kemi dërguar disa zoj, disa shpenda, tufe. Një pas një vishin. Këto zojt termihim bi hijaratin min sijil, që ata i gurzoshin me disa guralec nga balta, mirë për përfundimi ati në veçale ka asfim me kul, i ka shpartallu ato dhe i ka bon ushtrien e barahas, sikur që e ban ushqimin kafsha kur ta gëlltite atë barin të cilin e hanë. Allahu Azza wa Jall e ka shpartallu ata. Pra Allahu Azza wa Jall i ka përmen Kurejshët këtë begati që Allahu ja ka dhuru. Arsia pse? Për çka këse pas disa ditëve do të lind Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka thonë dietarë se në këtë kohë pejgamberi Allahut
ishte në barkun e nanës së tij, që vetëm se 50 ditë apo 55 ditë pas kësaj ndodhie, lind Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku Allahu azza wa jall edhe vendin e davetit të tij e ban të përshtatshëm, nuk i lën që të shemët qabja, përkundrazi, qabja fillon të çmohet edhe më shumë nga arabët dhe të shenjtërohet qabja, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vjen dhe do ta fillon davetin bashkë në këtë piknisje ku e çmonin arabët këtë vend dhe e shenjtëronin. E vëllezër të ndershëm, paramendoj se qaba sa është e çmuar dhe e vlerëshme. Mirë po ka një hadith i pejgamberit Allahut që transmeton Abdullah ibn Omeri, i cili u rrotullon të rreth Qabës, bante tavaf, e shiqon të Qabën dhe thonte: sa e çmuar oj Qabe je, sa e çmuar oj Qabe je. Mirë po gjaku muslimanit është më i çmuar se ti. Nga se Allahu azza wa jall të ka çmu ti e veç një herë, të ka shenjtëru një herë. Te muslimani, Allahu azza wa jall i ka shenjtëru 3 çështje: nderin, gjakun dhe mallin. Pra mbiqja e muslimanit, derdhja e gjakut muslimanit, grabitja e muslimanit, vjedhja e pasurisë atij, cenimi nderit të muslimanit është më tragjike se sa shenja e Qabës. Po pse s'ndodh tash me musliman që ja derdhin gjakin muslimanve, pse Allahu azza wa jall këtë dunjë nuk e ahmiret, për çka se Ibn Kathiri thonte. Dhe me këta përfundoj dhe merre këtë margarit nga Ibn Kathiri. Ibn Kathiri e ka bon një kapitull që ka thonë ka vdek dhe ka mbaru koha e Abrahas. A di kur ka mbaru koha e Abrahas? Dhe çfarë donë të me thonë Ibn Kathiri me këtë fjalë ka mbaru koha e Abrahas? A dini çfarë? Kur zbriti fjala Allahut azza wa jall në Kur'anin e Kerim: in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nëse ju e ndihmoni fen Allahut, Allahu ju ndihmon juve. Ibn Kathiri tha pas këtij ajeti mos ka kohë të Abrahas. Do me thonë nuk ndodhin sendet e jashtëzakonshme. Ku janë pse Allahu s'pi ndihmon musliman? Pse na i kena tradhtu dhe i kena zhgënjej. Se Allahu azza wa jall mundet me ndihmu. Ai ka ndihmuar mushrikët si ka lënë me çem Qabën, e tash po mundet Allahu. Mirë po Allahu azza wa jall, Ibn Kathiri që thonë, Allahu azza wa jall kur e ka zbrit këtë ajet, nëse ju e ndihmoni dinin Allahut, Allahu ju ndihmon juve, që Allahu azza wa jall e ka bën që mos ndodhin sendet e jashtëzakonshme. Ka mundësi ndere, na i thëmë keramete, apo mrekulli në mesin e ushtarëve të musliman të ndodhin. Mirë, po përderisa musliman nuk i mbrojnë vendet e shenjta të tyre, Allahu nuk e shpartallon një ushtri si që ka shpartallu ushtrinë e Abrahas, për çka se Allahu në ka paralajmëru në Kur'an dhe ka thonë: nëse doni ndihmën e Allahut, ndihmoni ju fen Allahut. Nëse ju që ndihma Allahut të jetë në kapalën tuaj, merrni sebebat dhe shkaqet e ndihmës dhe fitores, kështu nga njën Islami dhe ngritet dini Allahut, e mos pritni ju që në kultuket e juaja të mbështetni, e këtë ndodhe mrekullia jashtëzakonshme që Allahu azza wa jall që ndihmon muslimanët. Përkundrazi, Allahu azza wa jall i shkatërron muslimanët dhe be popuj që ka thonë, si ka thonë Allahu në Kur'anin e Kerim: ja ayyuhalladhina amanu me yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'ala al-mu'minin a'izzatin 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah. Ka thonë Allahu azza wa jalla: ju besimtar, nëse ju zbrasni, nëse ju e lini fen Allahut, nëse ju nuk ju pëlqejnë që ta ndihmoni dinin Allahut, Allahu ju ndryshon juve. Allahu ju çon juve, ju shkatëron dhe bën popull që e dojnë Allahun dhe Allahu i don ato. Cilët cilësi i kanë, janë të mëshirshëm për njëri tjetrin, janë guximtar kundra armiqve të Allahut dhe sakrifikojnë, luftojnë në rrugën e Allahut. Për ata Ibn Kathiri thojke se kjo ajet është që ka paralajmëru se koha e Abrahas ka mbaruan, po ne duhet me pëhon sebebet dhe pejgamberi Allahut i mirë ke shkaqet dhe sebebet
dhe luftën e Uhudit, pejgamberi Allahut u përgjak, ishte në vijën e parë, edhe pse në krah e kishte Xhibrilin dhe Mikailin. Pra nëse pejgamberi Allahut e ka pas në krah Xhibrilin dhe Mikailin, edhe me gjitha ta plagos, pra nën kupton se ne do e mos duhet mi mor sebejbet për të ndihmu dinin Allahut, e pastaj ne të kërkojmë pe Allahut që të na ndihmon